إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të dashurit e mi, xhamatli tetën në Rum, besa dhe shumë të respektuam. E lusë Allahun e madh që në këtë ditë bekume, qysh ne ka zbardhu tokën e shqiptaris, i lumja Allah me këtë borë, Allahu me na i zbardhu zamrat tona, me na i kthjellu mendjet tona, me na i qetësu shpirtat tanë, me na mush me plot elan, dashni, vullnet, dhe me të i kalu këtë zemrim i cili ndodh si rezultat i mungesës së imanit, sepse dituria, po edhe mençuria, gjithmonë janë në luftë me zemrimin, me idhënimin, me padashurin. Andaj në këto ditë të bekume, që jemi në fillimet e vitit 2026, e kemi obligim të dashurit e mi njerëzillokun edhe të njëjtën kohë afërsinë tonë që e gëzoj me Zotin tonë, mos me lanë me ra, por me ngrit këtë intensitet. E sidomos në këto ditë që afër 84 orë po bohen, që jemi duke u sprovu me një vërshim barë kombëtar, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Ky vërshim që ka marrë me dhjetra qindra katune, e i ka shkatru shumë pasunit popullit tonë, falë Zotit, ende inshallah na pështon Zotit nuk prek një njeri, sepse jeta një njeriut nuk krahasot me pasunin e dynjas, e lere mo të bisedohet diçka tjetër, por si shtojnë populli, molli është i dhëmshëm. Na e kena një aset si popull, si ummet, si bashkësi, që nuk u dzojmë në asë një rrethon me humbë dhe me hjekë dorë prej ti. Cili është ai aset? Cila është aja pasuni? Cili është ai mall kaq i dhëmshëm që nuk u dzojmë në asë një rrethon të dashurit e mi me shkatru? Sepse populli shqiptar e ka përjetu që varfënia nuk ka mujt me shkatru. Njerëzit varfënia nuk i shkatron. Mundet ata me i dopsu. Mirë po, njerëzit që të janë të pajisur me iman, edhe me dijet shnosh, edhe me moral të lartë, e ambicjet të jashtëzakonshme, vllazën varfënia nuk i shkatron. Varfënia ata i disciplinon. Prej shumica absolute, sot njerëzve tonë që i kemi në propozita, vinë për familjeve të varfërva. Sepse ato familje të varfëra kanë prodhu studentat furt, që kanë mësu, i kanë dhonë zërë. Prandaj, vllazën të dashur, jeta komoditetit njerëz t'i lodh. E na kena nevojë që ky komoditet mos më na lodh shpirtin. A na e ka lodh po pasha Zotin edhe shumë. A na ka smu mendjen po pasha Zotin edhe shumë, se të mirat e Zotit na kanë çu pesh. E për këtë arsye të dashurit e mi, varfëria mund të durohet, ajo ka përcehet, por aden kur bjen njeri, kur njerit për mrana shpirti i vdes, ajo është halo gjallë, mirë po vlerat shpirtënore janë ose të vdek e të dhonë shpirt, ose gati e kanë me dhonë shpirt. Për këtë arsye, aty në një vend ku nera, drejtësia dhe përgjegjësia nuk ekziston, ajo shoqëni ka fillu për mbranda më u vyshk, për mbranda ka fillu më urzu, hopi saj është shumë i vogël, është u morë në fu, ende nuk është rëzu. Për këtë arsye shqiptarët nuk kanë drejtë sot mu anku se nuk kanë.
Mas shumë të që neve na mungon vetëdia që do duhet me ekzistu në koka, edhe qetësia që do duhet me ekzistu në shpirtin dhe zemrat tona. Prandaj shpesher munduhemi na me i zavendësu ranën me të vërtetën, edhe atë lahtarin e shpirtit që zbohat ratë shpirti me një qetësi të rame se gjëja miri kemi punë. Na kena nevojë të dashurit e mi një shoqëri e cila është e dinitetshme, është e vetëdijshme, është e ngritëne. Na nuk kena nevojë me përjetu një shoqëri kur kamarjeri që ta servon kafen me pas shkollën më të lartë se ai i cili e pin kafen edhe rreth gjithë ditën edhe është i mashtruar me një status se ka dikonin jashtë dhe ai domethënë e krijon ambientin si një parazit i cili e ushqen non stop. Prandaj kështu bjen shoqënia, kështu bjen katuni, sepse në ligjërimet e mia unë përdor edhe metodologjinë popullore që shumica absolute e popullit tonë me kuptu edhe atë fjali, atë kontekst të cilin unë e zbres pranë jush. Katuni kanë thonë plesht, o poshtë karo katuni bre. E shqip, a i din çka i bjen me ro katuni, ilustrim praktik, kur në shoqëri të dashurit e mi ushqejmë parazit primitiv. Qysh e kam të sigurt se shumica absolute na i kemi njerëz të jashtë. Edhe na nuk menojna vetë me ngrit këtë vetdije, mu shkollu edhe me hop vendet të reja të punës që me i mundësu rinis tonë mos me lakmu jashtë, por me qëndru këtu. Sepse kur në një shoqëri parazite, e cila nuk e ka në prioritet besimin ndaj Allahut, nuk e ka prioritet punën me halal, nuk e ka prioritet ditën ditë, natën natë, stinën stinë, dimën dimën, verën verë, edhe nuk është interesum, ata të dashurit e mi binë për së mbrenda. Andaj, me plot kuptimin e fjalës, jeta i përngjon një betejë në luftë, edhe shumë është e vërtetë sepse fitoria e një lufte motet me kënë e ki për balë, me kënë i duke u luftu. Ka beteja që fitohen me shpatë, shpata është sinonim i fuqis, tash aeroplani, tash droni, tash në fuqit e mëdha, e kështu me radhë. Mirë për të dashurit e mi mos harroni se luftrat që humbën qastin e triumfit janë më të rënda që e përjetën njeriu, edhe nuk janë ata që kundërshtarët armiqt e tut për betum që mundën me të rëzu. Kur armiqt nuk mundën të me të rëzu. Njerëz të më të afër që i ke llogarit, njerëz të më të besueshëm që i ke përjetu besimin edhe ke dhënë për ta me vite, me dekada, ata që ta kthejnë shpinën edhe të shesin, edhe të mashtrojnë, edhe të tradhtojnë, edhe nërkomzën të vënojnë. Kjo është një betejë e cila mundet njeriut mi kushtu shumë. E për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë një model, jo vetëm neve muslimanëve, por ja ka dhënë një model këtë botës. Fitoria më e madhe në këtë botë është me pas shokun e vërtet. Fitoria më e madhe në këtë botë është me pas përmbrenda kalon e fresket, me fuqi absolute e cila buron me rëmje të lirë për hatër të Allahut, sepse të dashurit e mi nuk të thyjnë as kundërshtarët, e as hasmi, e as armiqt e tu, por ata që të thyjnë janë ata që më të afërt që ta thyjnë besën, sepse besa e coptume, besa e tradhtume të dashurit e mi, pa fije dyshimi është një plagë që s'ka shërim, edhe ma mirë është me pas një plagë e cila gjatë rrugtimit të mbrojtjes së vërtetës i je plagu, edhe gjatë gjithë kohës ka më të shoqëru, sepse e din, e përjeton se e ke bo me të vërtetën dhe për të vërtetën, se sa një qetësi e rame e cila realisht është me plot vulkan për nga mbrenda, e ti mundohesh me buzëqesh edhe më koni kënaqur, e aja të myt këtë daldale që thët populli, po shprejna në zhargonin popullor, o ta pen gjakun me pamuk, edhe të njëjtën kur rahat nuk të ban. Pro pa zhurëm, aja të myt. Ka njerëz që është turp ti me luftu me ta, është marrë ti mu marrë me ta,
është morë për ty me ful madje për ta. Për këtë arsye ka të tjerë që po shtrohen madje edhe prej fitores tonë. Ai a me qitotja, po ti se ke meritu, ti i madh. Ty të ka fol Zoti të madh. Ti e ke shpirtin e madh, nuk bën njeriu. Arabët e thojnë një fjalë, nuk kishin me met guraleca në tokë, nëse i shumnol se cili qenë që të le me gjujt ato.